gjatë kohës që po zhvillojmë intervistën ka një reagim nga prokuroria e posaçme pikërisht për këtë çështje. Pra, ky institucion i drejtuar nga zoti Dumani deklaron që ka pasur një tentativë për ndërhyrje. Praktikisht pranon që janë marrë informacione, por nuk kanë pasur akses në dosje të caktuara. Pra kanë marrë informacione nga emailët e prokurorëve, por nuk kanë pas akses në dosje. Pra nuk janë marrë pjesë fashikuj, dokumenta, nuk e di si mund t'i quaj, pra elemente të caktuara nga dosje hetimore që SPAK-u i ka në duar. Gjithashtu theksohet që u tentua dhe hakerimi i kompjuterit pra të Altin Dumanit, kreu të SPAK-ut, por pa sukses. Por Dumani thekson, pra prokuroria e posaçme që drejtohet nga Dumani, që nuk rrëzon të pjesën e bashkëpunimit nga brenda, pra nuk ka një tradhtar në brenda. Ju që lexuat edhe reagimin, çfarë mendoni? Reagimi im është ky. Tradhtari është brenda, sepse janë kompjutrat, është interneti. Nuk mjafton vetëm të bëhet vetëm një klikim nga brenda. Pra, ai i cili ka tentuar të vjedhë, pra të kopjojë emailët apo të marrë PDF nga kompjutrat e prokurorëve, nuk është e nevojshme në anën teknike të ketë një tradhtar apo një spion brenda. Por edhe sikur të ketë spion, përsëri të njëjtën veprim do të bënin. Do hakeronin kompjutrat e prokurorëve. Është shumë e thjeshtë kjo gjë. Nuk ka nevojë të kemi një person brenda. E rëndësishme është që ata që kryen këtë veprim kriminal të kishin provojnë profesionalet që të kishin realizuar pa mbetur në tentative gjithë kjo gjë. Pra, njoftimi ka dy pjesë që sistemi nuk u thye, pra për sa i përket aspektit të dosjeve, nuk u ndërhyj, por informacion u mor. Tani sa e ka jetë informacion. Tani o jemi cenuar ose nuk jemi cenuar. O jemi viktim o nuk jemi viktim, se nuk ka mundësi të jemi pjesërisht viktim në një rast edhe pjesërisht tjetër jo. Po komunikimi me email, pra pranohet që është marrë informacion nga emaili, nuk bën rëndësi. Edhe normale bën rëndësi sepse prokurorët me përgjithësi flasin nëpërmjet emailit flasin, nuk flasin tek zyra, se ka raste që mund mos ta kesh në zyrë dhe puna bëhet gjatë ditës, gjatë orëve të punës me email, urdhërohet ky veprim procedurial, urdhërohet kjo me radhë. Pra do të thotë që personat, më dëgjoni pak të kuptojmë diçka shumë të qartë. Kur unë dua të bëj një goditje, unë e bëj goditjen sepse kam një informacion nga brenda që diçka po bëhet dhe unë dua të marr informacion. Prandaj bëj goditjen me hakerimin, e kupton? Se unë nuk zgjem mëngjes dhe them çfarë të bëj sot, po filloj të godas SPAK-un apo po të godas një ministri. Pra objektivi duket i qartë, informacioni ka ardhur nga brenda. Pse ka ardhur nga brenda? Se ka pasur kontakte me persona, një person nga brenda me persona të tjerë dhe ka arritur dhe është bërë qëllimi të godasin. Nuk është goditur sepse u zgjuan në mëngjes dhe thanë çfarë punë kemi sot dhe s'dim me çfarë merremi. Pra informacioni bashkëpunëtori është nga brenda. Ekziston bashkëpunëtori. Sikur unë të vite ty të flas me ty dhe them, shiko, vajta në një gjykat, bëra një proces, 1, 2, 3, 4 gjëra. Ti nga mua morë një informacion të brendshëm që u zhvilluar në një seancë gjyqësore ku ishte me dyert të mbyllura. Një punojës brenda SPAK-ut ka dhënë një informacion të një person tjetër që ai ka dëgjuar brenda SPAK-ut. Pra spioni ekziston. Nuk është diçka e pa ekzistuar, por spioni nuk është ai që mund të ketë bërë veprime për të ndihmuar, po për dhënë informacioni ose dhënie të një mendimi ose dhënie të një vërejtje, të dhënie pra diçka e të një sinjali është dhënë. Sepse zotëri nuk mundet këta persona që punojnë në shtet të shkojnë te SPAK-ut për çfarë të gjurmojnë. Edhe sikur të ishin të proceduar penalisht vetë, çfarë do përfitonin? Pyetja shumë e thjeshtë. Do ndaloje ti me hakerimin, grumbullimin e provave materiale që janë kundër teje? Jo.
Çfarë do bëj? Do bëje akt procedurial arrestim të një personi me të dhënat sepse do të hakerojë dhe do të merr informacion. Pra, nuk mua deklarata e Spakut nuk më ngjan fare besueshmëri. Ju e dini qëndrimin tim për Spakun, nuk ndryshojnë dhe vetëm se ndodhin këto ngjarje, për mendimin tim, janë ngjarje të cilët janë të inskenuara. Nuk janë ngjarje që ndodhen në realitet kështu. Ose dikush nuk thot të vërtetën, ë? Pra, ata të brenda nuk thënë të vërtetën sepse kanë ra vetë në kurthin e tyre, apo i ka ra në kurthin e dikujt që ja ka bërë kurthin. Është e paimagjinueshme kjo që më thoni. Një institucion që kemi investuar me miliarda euro nuk ka mundësi të vetë mbrohet, atëherë për çfarë e kemi? Nuk ka rëndësi a ke spiuni brenda edhe bën veprime aktive. Spiuni mund të jetë brenda, nuk bën veprime, por shpëndan fjalë. Po spiun nuk është ky, çfarë është? Pasojat besoj do të jenë të ndjeshme nga kjo apo nuk besoj se do të ketë pasoja, sepse nuk mund të marrin në qafë veten e tyre ata se do të shkatrojnë gjithë imazhin që kanë Spaku në raport me qytetarët shqiptar. Na shpëtej për avokat, me që jemi në vazhdim të kësaj që ju tha nuk mund të marrë në qafë veten, tek raporti që ka dorëzuar në kuvend prokuroria speciale pra Spaku ka kërkuar që të jepet një zgjidhje, një drejtim edhe fatit të prokurorëve pas marrimit të mandatit. Pra, të kthehet debati për mandatin e dytë që kërkojnë. Po ju kam thënë me kohë edhe kemi diskutuar që Altin Dumani don të duket burri i mirë tek kolegët e vet që unë po luftoj që të bindim këta në parlament, që ne vetëm i arrestojmë, edhe duam të bindim, që të na japim mundësinë që të dalim nga detyra e Spakut në pension dhe mos të ikim nga kjo detyrë dhe të ngelim në mes të rrugës. Kjo është e vërteta dhe jemi në Shqipëri dhe dim shumë mirë që sa herë kanë ndodhur reforma dhe sa herë kanë ardhur qeveri të reja ose kanë ardhur frymëzime të reja afat shkurtër, se s'kanë qenë asnjëherë afat gjatë, tregon qartësi që ai po punon edhe për veten e tij që mos të dalin nesër në rrugë ose mos të dalin nesër të kërkojë azil politik. Duhet keni parasysh diçka. Zoti Hameta ai nuk i kishte menduar kurrë që sot do ishte në Zvicër. Zoti Tahir nuk i kishte menduar sot që do të ishte burgaxhi në shtëpinë e tij. Zoti Veliaj nuk i kishte menduar që sot do të ishte një burgaxhi i cili i gjithë Spaku punon vetëm për ta përgjuar. Zoti Ilir Beqaj nuk do e kishte menduar kurrë në jetën e tij që do kishte përfunduar burgaxhi dhe sot i shtruam në spital edhe nuk shkoi në seancë. 5 drejtorët e Erion Velis nuk e ka menduar kurrë që do të ishin arrestuar sepse kishin menduar që do ishin në pushtet për gjithë jetën e tyre. Edhe Edi Rama sot nuk e beson që do të jetë dikur i pandehur në mënyrë më spektakolare që s'keni parë asnjëherë. Sali Berisha nuk e kishte menduar kurrë që do të ishte sot i proceduar. Ilir Meta po ashtu thoshte që i thyn në mes i bëj kështu, fund fare futën brenda. Pra, duke marrë në referencë të gjitha figurat dhe duke thënë qartësi tek qytetarët shqiptar dhe tek këta që punojnë në institucione shtetërore, vjen dita një ditë kur ke shkelur ligjin, vjen dikush tjetër edhe zbaton ligjin. Por kjo nuk nënkupton që Spaku sot zbaton ligjin. Spaku sot zbaton porosi dhe bën sikur zbaton ligjin për të kënaqur qytetarët shqiptar me statistika. O ka të shëndroni të kjo, po, nga kush i merr porosit? Jo pak tani të lutem, sepse unë kur flasim me qytetarët tanë, flasim gjithmonë me dokumenta. Nuk flasim kështu sepse na pëlqen flasim. Ky është rasti më flagrant Tevdari kundër Shqipërisë. Prokuroria që gjykata e plepave bëri atë pastrimi, gjelbrimi që janë këto për magjistratët dhe kjo zonja vajti në Strasburg dhe fitoi të drejtën e saj për të rifutur në sistem. Pa është një në 800 raste, sa ishin? Një sekond,
le t'jeni 100 edhe 500, le t'jeni 10.000, po kjo zonja do marri 40.000 euro nga ne, plus dëmin e shkaktuar psikologjik që i është bërë asaj dhe familjes së saj, plus kjo faturë duhet t'i shkojë atyre që bërën reformën në drejtësi, mirë, dhe këta të cilët më sjellin mua statistika, t'i marrin, t'i vendosin në arkiv dhe mos them në vend tjetër. Prandaj, edhe diçka kam për ta mbyllur. Ky është vit zgjedhor, ne kemi diskutuar në zgjedhje është dhe spaku. Në fund, pavarësisht se nuk kushton deputet të gjithë prokurorët, 20 prokurorë do t'i bëjmë deputet, janë fut në listën e sigurt. Partisë Socialiste flasë, edhe Partisë Demokratike, por kushti është që të Partia Demokratike do futen ku Partia Demokratike do vinë në pushtet. Po ata janë deputet të Partisë Socialiste, automatikisht nuk ka nevojë të kalojnë ata filtrin e zgjedhjeve të atij. Këto 20 prokurorë të spakut. I ka automatikisht Partia Socialiste. Dumani nuk kandidon në zgjedhje, por është ai. Rëndësia e spakut, sidomos në këtë vit zgjedhor, është e madhe. Në fund fare, mes Berisha, Rama edhe Dumani, kush janë humbësit e fituesit e mëdhej? Dumani. Kush është humbës apo fitues? Dumani është humbësi më i madh. Ai se ka kuptuar, prandaj e solla këtë shembull. Shembullin e solla për këta arrestime, këta të cilët nuk i kishin menduar kurrë. Dgjoj, në politik ose në profesion ku përfshihet politika, duhet kish parasysh që politika është më e fortë se sa profesioni. Se pikrisht profesioni jon buron nga politika. Pra, kur themi për gjykatësin dhe prokurorin, që sot në reformë në drejtësi kemi edhe një profesion tjetër gjyqtar noter, i ka dy cilësit bashkë, dhe është përfshirë në këto 3 profesion të tjera, për shembull këto 2 të tjera, gjyqtar dhe prokuror. Tek reforma në drejtësi, të gjithë patën shansin të kuptojnë çfarë bën ligjvënësi. Po gjithashtu patëm shansin të kuptojmë çfarë bën drejtësia. Gjithashtu patëm edhe do kemi shansin ta jetojmë çfarë do bëj ligjvënësi kundër kësaj drejtësie. Pra, çdo ligj në Republikën e Shqipërisë kalon nëpërmjet parlamentit dhe nuk kalon as në studion tënde, as në zyrën time, as në kutinë e votimit që ne do japim. Pra kalon në parlament. Ata që mendojnë që Edi Rama dhe Sali Berisha janë të humbur, e kanë shumë gabim. Pse? Sepse në rast se në zgjedhjet e 11 majit, populli shqiptar legjitimon përqindjen, kujdes, përqindjen elektorale që ata kanë pas në raport në 2021-shin, ose ndryshon, ose len njësoj, po përsëri len të dy grupet kryesore, polet të dy, këto 2 polet, në 1% të madhe, pra ne kemi fajin, le pastaj që shajnë njëri tjetër, jo, kjo hajdut, edhe populli thot këto gjëra, atëre Dumani dhe spaku nuk ekzistojnë. Sepse arrestimet ishin thjesht formale. Populli nuk u bind nga spaku. Spaku me 11 maj dështon, mbaron, nuk zgjat afate për prokurorët. Tabela aty është. Mentaliteti 1976. Ta kam thonë dhe po ta them edhe ty dhe qytetarëve tanë. Mentaliteti në prokurorinë e posaçme dhe në gjykatat shqiptare është i 1976. Jo bëni reforma, jo sillni këtu në Shqipëri, Zvicrën, Danimarkën dhe Suedin. Sillni edhe Bashkimin Evropian po dëni. Por mentaliteti është i tillë dhe fituesit ose fituesi në aleancë ka emër dhe mbi emër quhet Edi Rama dhe Sali Berisha. Altin Dumani mbaron mandati, inshallah dhe uroj të jetë në Shqipëri. Për ndryshe, azil. Avokat, kemi mes partive të reja, sapo ka nisur dhe pritej shpresë, kanë përfunduar në gjyq.
pas debateve publike ku Adriatik Lapaj ka kazuar Agron Shehajin për shpifje. Edhe ju si avokat, si e shikoni këtë përballje? Kush ka të drejtë në këtë rast? Pra një avokat ka drejtë të mbrojë kategori të caktuara, po në momentin që futet në politik duhet të jetë më rezervuar dhe të jetë më përzgjedhës. Pra ku gabon njëri dhe tjetri? Tani i bie që unë kur vjen një klient do t'i kërkoj dëshmi penaliteti një qytetar i cili vjen te avokati. Do të keni parasysh që avokati pret në zyrën e tij shenjtorin dhe djallin dhe nuk merret me dëshmitë këtij rasti. Pra do të thotë që ne nuk merremi absolutisht me dëshminë e penalitetit të askujt. Ne thjesht merrem me punën tonë për të përfaqësuar interesat e qytetarit i cili vjen në troket në dyrën tonë. Por duhet keni parasysh diçka që ndodh në Shqipëri, në këtë fushat zgjedhore nuk kemi të bëjmë me profesionin e avokatit, por kemi të bëjmë me profesionin e politikanit i cili kërkon të parcelizojë të djathtën në raport me të pakënaqurit, që do të thotë Zoti Shehaj është ai i cili kundërshton Adriatik Lapajin për arsye ideologjike dhe jo të këtij konflikti për sa i përket skandaleve gjyqësore këto me radhë. Këto nuk i marr parasysh fare. Pse nuk i marr parasysh? Sepse Lapaj politikisht thotë që është djathtas. Unë dyshoj, por të njëjtin dyshim me mua ka edhe Shehaj, i cili e lufton Lapajin duke përdorur një skandal, një kontratë këto me radhë, të cilat janë në mënyrë të lishme, duke e përdorur atë që të ndërgjegjësoj ish pronarë të pakënaqur me Partinë Demokratike, të cilët nuk duan, por Shehaj merr këtë rast dhe e materializon për veten e tij, duke treguar se Lapaj që ka oligark, duke bërë veprimet e tij ashtu siç dyshon Shehaj, dhe duke përdorur këtë konflikt artificial gjyqësor, si doni ju ta quani, për përfitimet e tij elektorale në 11 maj. Pse? Se Shehaj thotë, edhe sikur unë të kem shpifur, gjop do paguaj. Edhe sikur unë përsëri të kem shpifur, do dënoj për Lapaj në të ardhmen. Prap gjop do paguaj. Nuk intereson biznesmenit këtit Shehajit në rast se humb gjyqin, se çfarë ka disa lek mund të japi për humbjen e gjyqit. Intereson që ai të përfitojë nga votat e Lapajit, që nesër ai të marrë një grup parlamentar që kërkon në kuvendin e Shqipërisë. Por nuk e besoj unë këtë gjë që është për konfliktin konkret. Se në rast se do të ishte në konfliktin konkret, Lapaj, ose më mirë, Shehaj duhet të kishte kallëzuar penalisht Lapaj, duke sjellë këto dokumenta të cilët bëjnë që këta kanë pas një konflikt penal dhe këtu kemi të bëjmë me një vepër penale. Po unë mendoj që kjo është vetëm politike që të dëmtojë imazhin e Lapajit në të ardhme dhe për të përfituar zoti Shehaj pjesën e tij politike që ai po e luan në një strategji shumë komode, por normalisht derisa të dalë një vendim gjyqësor do të presim sepse palët duhet të paraqesin provat që të kundërshtojnë ose të pranojnë atë çfarë konkretisht është thënë publikisht. Do në gjithë kjo edhe në fund fare kush fiton apo mund t'i kthehet në bumerang Shehajit? Pra kush e fiton në fund betejën? Në rast se Lapaj ka bërë çdo gjë sipas ligjit dhe pa pasur konflikt interesit, Shehaj humbet. Flas për betejën publike, jo ligjore. Për betejën politike besoj se asnjëri nga të dy nuk fiton, sepse nuk kemi qartë asnjë një sondazh që tregoj kjo prezencë publike të këtyre goditjeve a materializojnë vota për të dy apo jo. Po unë mendoj që plani i Shehajit është shumë i mirë organizuar për të marrë atë që don ai çfarë konkretisht vota në 11 maj. Nuk besoj diçka tjetër.